Dhe me këtë këngë ju besoj që tani më e keni kuptuar se për cilin emër bëhet fjalë, cilin këngëtar Shkumbim Ismaili, i cili së fundmi ka lansuar edhe projektin e tij muzikor Kot e ke, një këngë që vërtet është pëlqyer jashtëzakonisht shumë, për pak ditë të lansuara ka arritur që të merr shumë klikime dhe t'i pushtoj zemrat e publikut. Unë Shkumbimin sot e kam në studio për ta nisur këtë mëngjes së bashku, edhe pse e kam zgjuar herët, më vjen keq nga angazhimet e shumta dhe turnetën ndërkombëtare që i ka Shkumbimi, por gjithsesi nuk na refuzoi dhe pranoi që të jetë pjesë e programit ton. Shkumbim, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Pas shumë viteve u takuam. Sinqerisht po. Si je? Me shëndet fillimisht? Mirë, faleminderit. E di që lodhjet një pas njëshme ke, vazhdimisht në turne, por që punën e ke ashtu, dhe që kur je shumë i pëlqyer para publikut, gjithmonë duhesh që t'jesh pranë tyre në çdo vend që të kërkoj. Shumë e vërtet, po gjithsesi jemi mësuar pak me këtë rutinë, edhe është kënaqësi e madhe t'jesh para publikut që të do. Edhe unë vazhdoj ta bëj këtë punë me shumë qejf dhe përkushtim. Dhe kjo është ajo e cila në mba. Po, sigurisht që po. Unë e di që ju me qetësi i zbuloni të gjitha projektet muzikore, pa qenë shumë pjesë e mediave për të folur rreth projekteve tua, veç kur çojmë, kur po na vjen me një këngë. Si ka mundësi, Shkumbim, që për kaq shumë kohë ti qëndrosh, kaq besnik stilit tënd muzikës? Sinqerisht, unë mundohem të jem më radhë në intervista dhe media televizive. Media, sepse mundohem, e kam thënë edhe çdo herë mundohem me punë, me këngë të më shohin njerëzit jem më shumë pranë publikut. Por t'i qëndruar besnik stilit, kjo është stili im, nuk mund ndryshoj, domethënë unë. Nga fillimi dhe deri më tani. Po, edhe kjo është ajo që di ta bëj dhe mund ta bëj dhe e bëj më shumë nëse. Bravo. Edhe do t'i qëndroj besoj deri në fund, sepse këto këngë cilat i lansoj pëlqejnë dhe pse mos vazhdoj domethënë. Padyshim që po. Jeni nga të rallët këngëtar që nga fillimi i karrierës e deri në kulmin e karrierës ju të njëjtin stil të muzikës e keni kultivuar, pa u komercializuar asnjëherë. Është e vështirë kjo që të mbahet ai ritëm, besoj. Normal, sepse koha sjell trende të reja. Trende të reja. Mirë po, tani duke parë kohën e fundit gjithmonë më shumë pëlqejnë këngët e vjetra. Sigurisht. Është edhe pse e vështirë që të mbjetosh dhe të mbahet një. Mirë po, përsëri gjërat e mira, domethënë nuk vdesin asnjëherë. Një këngë e bukur jeton shumë gjatë. Edhe unë mundohem që edhe në tekste, në vija melodike, domethënë të jem identik, autentik në fakt. Dhe ndoshta kjo është ajo që ka bërë më të sjell veçantë. sukses. Po, ka bërë më të veçantë dhe të karakterizon në një farë forme. Kot e ke është projekti yt i fundit, për atë që edhe të kam ftuar sot në studio, të kam zgjuar herët. Shpresoj që ma bësh halal, nuk do na shaj shumë. Një këngë super e mirë, super e pëlqyer nga publiku, për gjithë ata që ndoshta nuk kanë arritur që ta dëgjojnë, sepse shumë pak ditë kanë kaluar që është lansuar kjo këngë, ne do e shohim, por fillimisht pak disa detaje rreth këngës dhe më pas do e kërkojmë ta shohin edhe publiku. Këngën i kam realizuar në studion time, si zakonisht, ku i realizoj këngët e mia. Tekstin, kompozimin, produksionin, gjithë komplet, domethënë e kam bërë unë. Videoklipin e kam bërë me Johana, produksionin Johana, me Viganin dhe Valdrini, cilët janë patjetër. Dhe jemi nda shumë të kënaqur me gjithë projektin dhe shpresoj që do të pëlqejet edhe kjo këngë si gjithë të tjerë. Pa mos e zgjatur, unë dua që ta kërkoj këngën Kot e ke dhe rikthehemi në studio pastaj sepse kemi shumë për të folur e për ta komentuar. E ndjekim këngën Kot e ke nga Shkumbim Ismaili dhe rikthehemi.
mashtruan sytë e tu, ku ta dia se një dit shumë shtrejt kam me pagu. Ti ma thua se ma do, s'di ata besoj unë dot. Nëse zemra nuk të ndjen, mos ma thuaj kote ke. Sa shumë të dashurova, më mashtruan ata si. Nëse ti vërtet më do, më largo nga kjo vetmi. Nga të gjitha të veçova, shumë në ty o dashurova. Gjithçka bëra më beso, shumë më mirë mos t'kisha njo. Ti më thua se më do, ata besoj unë dot. Nëse zemra nuk të ndjen, mos ma thuaj kote ke. Ti ma thua se më do, s'di ata besoj unë dot. Nëse zemra nuk të ndjen, mos ma thuaj kote ke. Se më do, s'di ata besoj unë dot. Nëse zemra nuk të ndjen, mos ma thuaj kote ke. Ti më thua se më do, s'di ata besoj unë dot. Nëse zemra nuk të ndjen, mos ma thuaj kote ke. U dogjë në fund. Shumë i bukur edhe videoklipi, me një tematik të jashtëzakonshme, me një titull të fuqishëm. Kote ke, çfarë thot titulli Kote ke? Kote ke, kote ke, për gjithë ata që, si ta them, mundohen, a? Po humbin trenin dhe në fund të gjejnë shkak të oraret. Po se e bukur kjo. Një kuptim i veçantë që vërtet i jep shumë realitet kësaj. Kote ke, një këngë që e pas ke shkruar vetë. Ka diçka që t'ka frymëzuar nga kjo? Ose ka... Shpesh, gjërat cilat më ndodhin. Në përditshmëri. Për përditshmëri, mund t'i ndodhin dhe gjokujt. Është një fabul e bukur. Për një tekst këngë, që është përshtatë edhe melodia. Dhe në fund ka dalë ashtu, besoj, si që ke kërkuar. Videoklipi duket se pasqyron shumë mirë emocionin e këngës. Si u ndërtua i gjithë ideja e realizimit të këtij videoklipi? Nuk e di. Me komplet idenë tënde ka qenë edhe lokacionet ose? Çdo gjë, domethënë lokacionet, çdo gjë i ka bënë Bigani bashkë me stafin e tij, Leona Produksionit, Petos. Dhe besoj që është përshtatë edhe këngës. Unë jam mundon maksimum që t'jem rolin tim për në të transmitem atë që kërkohet nga kënga, sepse edhe videoklipi është pjesë shumë e ndjeshme pa dyshim që po. Dhe besoj që në fund patjetër që po. Dhe në fund besoj që kemi realizuar që kemi dashur. Si u mirëprit nga publiku i gjerë dhe nga gjithë fansat e tu? Shpresoj që është pëlqyer. Tash e keni ju artistë shumë më lehtë ta kuptoni nëse është pëlqyer ose jo. Mjaftojnë rrjetet sociale për të parë se sa po çpërndahet dhe sa merr komplimente. Shumë e vërtet. Kjo është e vërtetë. Tani nuk mund të edhe mund të quhet si një si matse e suksesit, mirë po
ka edhe shumë dallavere që bëhen mrenda me shqiplikime, me gjëra që unë asnjëherë nuk kam një fund në ato. Sepse po ta shohim kanalin tim oficial ka me 4 milion, ka edhe me 80 milion që pak. Nga e mirë nuk mund të ndalosh, apo edhe nuk mund që ta e shtrish. Ka nevojë ta sforcosh kaq shumë, po. Edhe unë çdo herë, normal që do një marketing të bukur, sepse do ta përcjellësh të çdo kush atë që e ke kriju. Mirë po, marketingu dhe është pjesë e domosdoshme për çdo artist pastaj në karrierë të çdo artiste. Dhe shpresoj që edhe kjo do të pëlqet si shumë pak ditë që është lansuar 3-4 ditë dhe kishte marrë mjaftueshëm klikime. Një këngë që vërtet ngjall shumë emocion, edhe nga teksti, edhe nga paraqitja yte çdo herë që jemi mësuar të shohim me stilin e njëjtë të këngëve, por është e vështirë të qëndrosh çdo herë stilit tënd ashtu siç e tham sigurisht, por edhe të qëndrosh konstant ndoshta edhe me fansat dhe duke mos i dëshpëruar në një farë forme ato asnjëherë. Është vërtet, edhe pse ndonjëherë kam ato momente që ndryshon pak nga ajo që jemi mësuar të shohim çdo herë. Mirë po janë tralla edhe është një thik me 2T, sepse nuk mund edhe ndryshoj, nga ai që jam shumë, sepse njerëzit njohin me këtë stil dhe... Me originalin e patjetër që po. Tani stile tjera i lëmë, ata të cilat janë për të tjerët. Po, për gjëra tjera, unë jam përkushtohen këtë drejtim dhe besoj që më përshtatet më shumë edhe vetja, edhe zëri, edhe me këtë stil. Po, Shkumbim, cilin projekt apo moment në karrierën tënde do e përkufizosh dhe do e veçosh si pikëthese drejt suksesit dhe arritjeve tua? Se janë bërë shumë vite, nuk e di sa vite janë bërë Shkumbim që je në skenë? Me koncerte në 15 vite, ndoshta që jam mirë po me paraqitja ime parë artistike. Me videoklipe, me këngë. Një dekad minimum. 2005-2006, me këngën e parë. 2 dekada që do të thotë, fiks 2 dekada. Edhe deri tani kam realizuar 3 albume, në fakt 4 jam duke përmbyll. Më shumë jam fokusuar tani me videokëngë, me solo dhe videoklip. Ashtu e shumë në mënyrën time, kur paraqitesh vetë, po. Po. U bën shumë vite, sinqerisht, edhe si ishte pas se disa vite ka që kam qenë erën e fundit të po, 10 vite sigurisht. 10 vite sigurisht. Dhe më mirë që takuam përsëri për të folë për projekte të reja dhe shpresoj patjetër që janë të ardhmen do të jemi përsëri. Patjetër që po. Shkumbim, ke pas edhe disa bashkëpunime të cilat janë pëlqyer jashtëzakonisht shumë dhe konsiderohen pak a shumë si pikëkthese në karrierën tënde. Ndoshta mundin të njësoj e ke dhënë, por që janë pëlqyer nga publiku. Si i konsideron ato? Në fakt nuk kam pas shumë bashkëpunime, 2-3. Po, ato 2-3 që kanë qenë, dhe me thënë kanë qenë jashtëzakonisht të suksesshme. Është edhe kënga Nuk ta fal që kam bërë me Ponin. Me Ponin. Me thënë këngë që sot kur e dëgjon ta kthen emocionin e njëjtë. Shumë e vërtet. Ka ecë shumë në rrjetet sociale, në YouTube dhe vazhdon domethënë. Mirë po nuk mund të quaj një moment që është ka qenë domethënë kthes shumë e madhe për karrierën time. Unë kam punuar vazhdimisht. Gjithmonë jam përkushtuar me punë, puna sjell suksesin dhe ajo është ajo e cila të mba në skenë. Mund ta konsiderojmë se mysafire kanë qenë ato në projektin tënd. Unë i kam realizuar domethënë këngën Nuk ta fal kam bërë komplet. Kam pas edhe në tekst në fakt mos haroj Vigani i cili një pjesë tekstin kam ndërtuar të Nuk ta fal. Si produksion domethënë e kam realizuar vetë. Edhe unë jam mirënjohës për gjithë ata të cilat kanë punuar me mua çdo herë. Edhe suksesi është i përbashkët. Padyshim që po. Suksesi është i përbashkët pastaj edhe me gjithë publikun. Patjetër që po. Publiku është në fund ai i cili vlerëson punën
që dhe mundin që... Pa tjetër. I pranishëm çdo herë në shumë mbrëmje muzikore, jo shumë në vend, sa je në rajon. Në Evropë e deri në Amerikë. Si po ja del dhe sa është e vështirë që t'jesh vazhdimisht para publikut? Gati 10 vite janë vazhdimisht në turne në Amerikë, çdo vit i ftuar. Ndodhe dhe brenda një viti që u ftoj 2 herë, 3 herë. Edhe në Europë, Angli, çdo vend ku ka shqiptar, diaspora shqiptare shumë e madhe, shumë e dashur, shumë mikpritëse. Mbaret kjo sepse ne jemi një staf ku kemi ndaj gjëra, domethënë, edhe mbaret nga janë kërkesat më shumë, mbaret shumë gjëra për të qenë i pranishëm në një event, sepse ndonjëherë unë kam edhe bendin tim ku performoj, atje ku më ftojnë unë jam në gjithë që... I hapur çdo herë për çdo bashkë. Mirë po kam pas edhe koncertet e këtu në Maqedoni, po pak më rrallë. Më të rralla. Janë më të rralla. Jo vetëm nga ju, por në Maqedoni zakonisht janë më të rralla. Po shpresoj që të ardhmen do të aktivizohen më shumë. Dhe të ndryshoj pak kjo çështje. Si është të prezentohesh para publikut shqiptar, sa të vlerësojnë ato dhe se sa ndryshon repertoari yt, sepse e kanë në gjak më shumë patriotizmin dhe kërkojnë ndoshta më të mirën për t'ja prezentuar. Nuk do me thonë ajo, publiku është shumë i dashur, publiku gjithandej ku kam performuar. Kam edhe një këngë cilën e kam ripërpunuar, si që me që e përmende patriotike, Shqipërinë na ime, ku e kam sjellë pak me motive kombëtare. Ma moderne, në me thonë, frymën moderne në stilin po, nuk jam shumë i fokusuar, është pjesë e programit ku e këndojnë në eventet live. Mirë po, jam i fokusuar më shumë tek baladat, tek stilin i muzikës, më shumë kjo ajo, sepse fansat më shumë presin ata nga unë. Për ashtu më shumë identifikohesh, prandaj. Kjo është ajo, mundohem t'jem më shumë shkëmbimi i baladave dhe i stilit tim. Stili që e ke prej shumë vitet. A ka ndonjë vend të shkëmbim që gjithmonë kthehesh me emocionet veçanta kështu? Përveç Amerikës, në shumë qytetet e Evropës ne të kemi parë, edhe në Greqi e shumë shpesh me shqiptarët e Greqisë. Po. Nuk do me thonë vendi, do me thonë ku je në fakt. Nuk dallon as pak. Po, edhe nuk do me thonë shumë të ketë publik pa të kënaqesh. Ajo që bën është afërsia që ndjen. Dhe energjia që merr pastaj. Po, shumë e vërtet, emocionet që t'japin. Kjo është ajo që më bën të ndjen mirë. Nuk do me thonë se ku jam, si jam këtan. Edhe unë mundohem të jem original edhe në performansat e mia. Dhe kjo është ajo që më bën të ndjen mirë. Me gjithë këto vite e karrierë, është më se merituar të kemi edhe ndonjë koncert solo nga ti. E ke menduar? Pa tjetër që po, edhe jam duke punu këtë drejtim, mirë po... A po? Pa tjetër që po, pres që gjërat kompletohen ashtu si që kam planifikur dhe shumë shpejt do ta kemi edhe një koncert. Pak ma të veçantë. Do na zbulosh diçka ose jo? Ku do jetë? Për momentin nuk mund të bëj publike shumë detaje, mirë po... Jeni në proces e sipër, a? Do jetë në Maqedoni ose ndonjë vend tjetër? Për momentin jemi duke planifiku në Gjermani, më thonë kemi një koncert pak ma, si që përmendu pak ma veçantë, ma të organizuar dhe pastaj e shojnë edhe në qytetet e tjera. Ndoshta për ta festuar 2 dekadëshin? Po, pse jo? Ide e mirë edhe kjo. Projektet e tjera që janë në përgatitje sipër, ka ndonjë përveç këngës kote ke? Po, kam shumë, në fakt në studio kam shumë tema verzione, cilat i filloj edhe pastaj i zgjedh i cilën do e bëj këtë radhë, cilën kam shumë verzione, demo verzione, që besoj shumë shpejt do ta kemi edhe njërën, do me thënë gati. Para verës, a?
Po, do mundohem, sepse pak kur i punon këngët, në fakt kur i punoj vetë, është pak e vështirë që të gjesh kohë dhe të ulesh dhe të punojsh, sepse... A nga ana tjetër të jesh aktiv edhe po, kjo publiku? është pak e vështirë, mirë po mundohem që të gjej kohë edhe për koncertet edhe për punën studio. Shkumbim, me qenë se nuk na premton koha, unë për fund do dëshiroja që prap ta dëgjojmë këngën Kote ke, por një mesazh për fund për gjithë ato fansa që ndoshta shumë moti nuk e kam pa Shkumbimin në intervistë. Unë njerë të falenderoj për ftesën, nësi shumë e madhe që më përsëri pas disa viteve, kjo. Mesazhin, dua t'i falenderoj gjithë ata të cilën më mbështetën nga fillimet e para, besoj. Po, dhe vazhdojnë. Më mbështesin, unë nuk do t'i zhgënjesh, presoj asnjëherë. Dhe do t'jemi bashkë në këtë rrugtim. Në sfidat që ju presin. Patjetër. Shkumbim, shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi që ta nisim këtë mëngjes së bashku me këtë energji kaq pozitive dhe me këtë këngë kaq të bukur me cilën do e përmbyllim edhe programin sot. Faleminderit, merci.